Përshëndetje, të nderuar përfaqësues të shoqërisë civile dhe mediave, të nderuar përfaqësues televizjes dhe vendosje, të nderuar qytetarë. Jemi mbledhur sot këtu në një ditë që shënon dy ngjarje të veçanta. Në një anë, sot është ditëlindja e poetit tonë të madh, një prej figurave kryesore politike të rilindjes kombëtare shqiptare Naim Flashi. Në anën tjetër, sot, lëvizja dhe vendosje shpalos prioritetet e Republikës si masa të domosdoshme për konsolidimin dhe zhvillimin e shtetit të Kosovës, pikërisht në ditën kur lindi Naimi. Bashkimi i këtyre dy ngjarjeve në një ditë na kujton edhe një herë idealet që e kanë sjellë lëvizjen dhe vendosje deri këtu dhe që do ta çojnë atë përpara. Më lijoni të ftoj të marr fjalën një njeri që i mishron këto ideale dhe shpalos planin konkret për rrjedhimin e tyre. Ai është kryeministri i jashtëm i Republikës së Kosovës, Albin Kurti. Të nderuar deputet të ardhshëm të Kuvendit të Republikës, i nderuari kryetar i lëvizjes sonë të Qendrës së Salimeri, i nderuari kryetari i kryeqytetit, zotëri Shpend Ahmeti, të dashur aktivistë, të nderuar pjesëmarrës. Qeveria e lëvizjes vendosje do të sjellë rregull në institucione e në shtet. Ky nuk do të jetë rregull për shoqërinë e kundër individit. Ne besojmë që edhe individualiteti lulëzon vetëm në shtetin organizuar mirë, në shtetin e të drejtës, në shtetin demokratik e zhvilluar ekonomikisht. Ne ju sigurojmë se qeveria jonë do të jetë llogaridhënëse për të hyrat dhe shpenzimet, për deficitin buxhetor dhe borxhin publik, për planifikimin dhe realizimin e këtyre, gjithnjë për brenda vizionit tonë zhvillimor socio-ekonomik. Tregun e lirë në ekonomi do ta shikojmë jo vetëm nga pikpamja e konsumatorit vendës dhe prodhuesit të huaj, por edhe nga këmbështrimi i prodhuesit vendës. Sepse konsumatori përfiton direkt nga importet e mallrave që nuk i prodhojnë, mirë po, megjithatë, ai humbet indirekt nga importet e mallrave që ekzistojnë si prodhime vendese ose që do të mund t'i prodhonim edhe ne. Prodhimi bujqësor industrial e zejtar duhet ndihmuar e përkrahur nga qeveria që të zëvendësojnë e zvogëlojnë importet dhe të rrisin konsumin e shtetarëve. Nuk këtë pikërisht këtë do ta bëjmë ne. Socioekonomia në Kosovë në qeveritë e drejtaneshme ishte formula thjesht po e gabueshme. Remitanca plus dogana plus asfalt plus zyra. Buxheti kopjohej nga vit në vit. Gjysma paga dhe mëditje mallra të shërbime, qereku investime kapitale, por këto të përqendruara në infrastrukturë, autostradash me trefish në qimitej. Me qeverisjen e lëvizjes vendosje nuk do të ketë më kompani të oborrit qeveritar, të cilat rregullisht janë të parat ose të vetmet në rang listat e fituesve të ndërve. Interesi publik e mira e përgjithshme nuk do t'i nënshtrohen përfitimit privat apo dobive të plotshme. Të nderuar pranishëm, tepër shumë biznese kanë falimentuar në Kosovën e pasurish. Në ekonomi, njerëzit nuk duhet lejuar të rrezikojnë, por atyre duhet t'u mësohet që të rrezikojnë. Pra, ndërmarrësit duhet të sigurohen për ndërmarrësinë e tyre të rrezikshme në tregën e lirë të hapur. Ne besojmë që njerëzit kur ndjehen të sigurt edhe rrezikojnë. Kur njerëzit janë të pasigurt, atëherë ata nuk rrezikojnë, por i mbyllën e ndryllën. E nëse rrezikojnë, këtë e bëjnë nga një gjendje e dëshpërimit të skajshëm. Qeveria e vetëvendosjes të sigurojë ndërmarrësit që të jenë sa më të sigurt për ata të rrezikojnë. Qeveria e vetëvendosjes do të ketë mirëkuptim për njerëzit që janë të kushtëzuar nga rrethonat e vështira jetësore, por edhe për ata që vuajnë pasojat e ndonjë zgjedhje të gabueshme që kanë bërë jetë. Ky mirëkuptim i yni do të shprehet në politikat sociale në programin qeveritar dhe në ndarjet buxhetore në qeverisjen tonë.
Mirëqenia e përgjithshme në Kosovë nënkupton që s'duhet të ketë familje pa kolën në kokë, s'duhet të ketë shtëpi pa dikë të punësuar dhe s'duhet të ketë fëmijë të uritur në shkollë. Gjatë vitit 2016, Këshilli Prokurorial i Kosovës nga 750 të dyshuar për korrupsion u ka ngritur aktakuz vetëm 241 prej tyre, pra rreth 1/3. Në gjysmën e parë të vitit 2016, pasuria e konfiskuar pas proceseve gjyqësore nuk ishte as qerek milioni euro. Kjo është tepër pak e tepër dot. Në shpërputhje të plot me drejtësinë e nevojshme dhe në kundërshtim me thirrjet e raporteve të progresit të Komisionit Evropian. Në Kosovë dihet se janë 5500 zyrtarë të lartë publik. Ata janë udhëheqësit e vërtet të shtetit Kosovës. Me qeverisjen e lëvizjes vendosje, organizimi i punës dhe menaxhimi i detyrave do të janë dritë fytyrën e shtetit Kosovës. Me qeverisjen e lëvizjes vendosje, edhe do të ndalin korrupsionin që e gjejnë, edhe do të qeverisin pa korrupsion. Prishtina është dëshmia që kemi treguar dhe shembulli që do të ndjekë. Qeveria e vetëvendosjes do të sjellë zhvillim të qëndrueshëm ekonomik përmes fondit sovran e bankës zhvillimore. Sovranitet shtetëror nëpërmjet ushtrisë e përmes Bashkimit të Mitrovicës. Integrim të plotë të serbëve përmes dialogut të hapur me ta. Qeveria e lëvizjes son nuk do t'i rrezikojë interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian në Kosovë. Do të ndërtojë partneritet të mirëfillt për zhvillim e progres, për mbështetje të pakursyer të ndërsjellë, pa armiqësi e pa stabilitet. Armiqësia dhe stabiliteti janë dy ekstreme. Lëvizja jonë është kundër ekstremizmit. Ne jemi për normalitet. Me Komitetet e Lëvizjes son dhe me profesionistët e ekspertët tanë në përgjithësi, kemi përpiluar 40 konsultimet tona për disa prej të cilëve unë flas shkurtimisht për të vazhduar më pas me to Visari, Albulena dhe Shpend. Për qëllimet e lëvizjes son në qeveri, ne do të zbatojmë plan zhvillimor mbështetur nga krijimi i Fondit Sovran të Republikës së Kosovës, Agjencisë Zhvillimore të Kosovës dhe Bankës Zhvillimore të Republikës së Kosovës. Fondi Sovran do t'i marrë në pronësi asetet strategjike të Republikës së Kosovës. Fondi do ta kenë përgjegjësinë ekskluzive për investimet në rritjen e vlerës së Trepçës, Kekut, korporatës së të ngjillit të PDK-s. Brenda fondit do të themelohet komponenti kreditues i cili do të financohet nga paratë publike. Fondi i privatizimit dhe shitja e letrave të borxhit dhe që do të investojë në degë të caktuara të industrisë që krijojnë vende pune e zbusin bilancin tregtar duke u përqendruar në rritjen e eksporteve e nënvlerësimit të importeve. Fondi do të vëjë në dispozicion 200 milionë euro për investime në ndërmarrje të reja në sektor të caktuar të industrisë. Plani zhvillimor do të bashkëndrohet nga Agjencia Zhvillimore e Republikës së Kosovës, Agjencia Kosovare e Privatizimit do të shurojë. Ndërmarrjet në menaxhimin e saj do t'i kalojnë në pronësi këtij fondi sovran. Privatizimet e deri do të hetohen dhe do të vlerësohen në mënyrë transparente për të ndjekur rastet e transaksioneve të korruptuara dhe për të rregulluar të gjitha dëmet ekonomike e shkeljet e të drejtave të njerëzit që janë bërë gjatë privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore të ekonomike. Tjetra do të bëjmë miratim dhe zbatim të ligjit për mbrojtjen e prodhimeve vendore. Është absurde që raportin eksport-import me dy vende mosnjohëse e kemi të tmerrshëm. Një me 13 me Serbinë dhe një me 10 me Bosnjën dhe Hercegovinën. Me këtë ligj për mbrojtjen e prodhimeve vendore, parashikohen përparësitë në proponimin publik dhe kriteret për trajtimin e tyre. Do të bëjmë ndërtimin e kapaciteteve të reja energjetike nga kapitali publik, krijimi i tregut të përbashkët të energjisë Shqipëri-Kosovë, rishikimi i tarifave të energjisë elektrike dhe reformimin e sistemit tatimor. Rindërtimi i termocentralit Kosova A, revitalizimi i tij dhe ndërtimi i kapaciteteve të reja për B3 dhe B4. Funksionalizim pavonesë i linjës së interkoneksionit Kosovë-Shqipëri dhe përpilim i bilancit të përbashkët energjetik, dhënjes së licencave reciproke në Kosovë dhe Shqipëri për operatorët furnizuesit publik të dyja vendeve drejt unifikimit të plotë të sistemeve energjetike në shtetet tona. Qeverisja jonë do të kërkojë me vendosmëri
sipas ligjeve në fuqi, rikthimin e tarifave para rritjes arbitrare dhe jo ligjore të viteve 2014-2015, si dhe do të shpallë të paligjshëm ngarkesën në faturat e qytetarëve të rrugëve komerciale, energjia që lidhet dhe energjia që nuk paguhet nga komunat në vend. Po ashtu do ta rishikojmë edhe sistemin tarifor aktual me qëllim përshtatjen me interesin publik dhe si përmarrje të qëlluar. Ne do të zbatojmë shtesa 10 euro në muaj për secilin fëmijë në moshën 15 vjeçare. Ne do të planifikojmë shtesa me të shumë familjeve në nevojë dhe familjeve të punonjësve të arsimit për universitar, teknik dhe shëndetësor dhe punonjësve të policisë. Këto shtesa do të paguhen në emër të nënës. Do të bëjmë sigurime shëndetësore. Do të bëjmë sigurime shëndetësore për të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës. Do të bëjmë ndryshimin dhe më pas zbatimin pa vonesë të ligjit të sigurimeve shëndetësore. Në këtë rast, do të themelojmë paraprakisht sistemin informativ shëndetësor, duke licencuar profesionistët mjekësor, duke themeluar fondin e sigurimeve shëndetësore publike dhe duke njoftuar me kohë qytetarët dhe sipërmarrësit për paketat dhe çmimet e shërbimit. Po ashtu do të bëjmë sigurimin e jetës dhe gjithë anëtarëve të policisë së Kosovës dhe të zjarrfikësit. Është detyra jonë si qeverisje që të mbulojmë sigurimin e jetës së punëtorëve në shërbim të Republikës, të cilët për shkak të detyrës së tyre të vështirë u rrezikohet jeta dhe u dihen në vështirësi të mëdha edhe familjet e tyre. Më tutje do ta bëjmë Kosovën në ushtri përkatësisht do të bëjmë themelimin e forcave të armatosur të Republikës së Kosovës. Ne do të krijojmë me avancimin e kompetencave të forcave të sigurisë Kosovës dhe parashikimin e buxhetit për këtë avancim. Ne do të nisim pa vonesë bisedimet me gjithë faktorët politik për themelimin e ushtrisë së Kosovës dhe për antarësimin e saj në NATO. Do të bëjmë hartimin dhe zbatimin e planit për banim të përballueshëm për banim social. Në bashkëpunim me komunat do të krijojmë fondin banesor të Republikës Kosovës për banim të përballueshëm për banim social, ku përparësi të lartë do të kenë gradë aplikante. Qytetarët tonë të grupeve e të moshave të ndryshme kanë nevojë të menjëhershme që ta kenë një adresë për problemet e tyre banime. Ne synojmë që sipas një plani të detajuar të mbërrijmë deri në 4.000 banesa të reja në gjithë vendin. Dhe do të bëjmë rishikim shkencor, administrativ dhe parlamentar të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit në Malin Zi. Qeveria jonë do të nisë pa hezitim bisedime direkte me qeverinë e Malit Zi me synimin arritjen e një marrëveshje të re për përcaktimin e dijes kufitare. Demarkacioni aktual nuk është përcaktim kufiri, por ndryshim kufiri. Ne kemi nevojë ta bëjmë përcaktimin e kufirit pa ndryshuar atë, që do të thotë se duhet të bëjmë delimitim para demarkacionit. Të nderuar pranishëm, dija e ndershmëria ne besojmë se shkojnë bashkë. Kjo është një prej devizave të një subjekti njerëzor politik që vendos vetë. Vendos të jetë i ndershëm me dijen dhe i ditur për veçëri ndershëm. Ka të tillë që na thonë se nuk ja vlen të angazhohesh me që nuk ndryshon gjë. Mirë po, rruga e sigurt e mosndryshimit është pikërisht ajo e mos angazhimit. Vazhdimësia vjen nga pasiviteti. Ne jemi aktiv, ne jemi aktivistë. Ne jemi gjithmonë aktiv, sepse ne besojmë se mundet ndryshim. Ne besojmë se duhet ndryshim. Ndryshimin e bëjnë qytetarët, ndryshimin e përbëjnë qytetarët që vendosin vetë. Ndryshimi është vetëvendosje. Kosova është vendi ynë, ndërkaq 11 qershori është vendimi. Nuk janë në pyetje vetëm këto zgjedhje. Fitoria e brezit ton përcakton fatin e gjeneratave të ardhshme. Nuk mund të vazhdojmë me këta qeveritarë të korruptuar në rrugën e tyre të gabueshme e të presin rezultate pozitive. Për 2 vjet e gjysmë të qeverisë që u rrëzua para 2 javësh, kanë ikur rreth 150.000 qytetarë. Kjo është më shumë se për cilat do 2 vjet e gjysmë gjatë okupimit. Ne kemi guximin të jemi të ndryshëm, ne kemi dije të ndryshme, ne kemi besimin në ndryshime, ne kemi vullnetin tonë të pandryshueshëm, prandaj pikërisht ne jemi shpresa për ndryshime. Ndryshimet asnjëherë nuk do t'i bëjnë nga pasioni i hakmarrjes apo nga ulësia e inatit. Ndryshimet do t'i bëjnë nga nevoja për drejtësi për qytetarët dhe nga dashuria për vendin tonë. Ju falenderoj.
deputet e nesër deputet të Republikës Kosovës, i nderuar kandidat sot për kryeministër e nesër kryeministër e Republikës Kosovës, i nderuar pjesëmarrës, zonja e Zotrin, sot po i shpalosim 40 pikat të cilat do ta sovranizojnë Kosovën dhe të cilat do ta zhvillojnë ekonominë tonë e të cilat do t'ja kthejnë mirëqenien popullit dhe qytetarëve të Republikës. Këto 40 pikat që po i prezantojmë sot janë programi dhe koncepti që e mishërojnë aktivitetin e lëvizjes dhe vendosjen, po në anën tjetër e paraqesin ndryshimin e domosdoshëm dhe tashmë të detajuar për Republikën e Kosovës. Në këto pika ngërthehen të gjitha nevojat që Republika e Kosovës i ka sot. Që prej zhvillimit ekonomik e deri te masat që këtë zhvillim ekonomik ta përkthejmë në mirëqenien e qytetarëve. Rritja ekonomike, nëse nuk është përmirësimi i jetës së qytetarëve, bëhet edhe e panevojshme dhe nganjëherë edhe e dëmshme, sepse është rritje ekonomike e një pakice e jo rritje ekonomike për gjithë. Po ashtu, një republikë e cila nuk është e zhvilluar ekonomikisht, nuk mund të jetë as plotësisht sovrane. 40 pikat e lëvizjes dhe vendosje e sovranizojnë Republikën, i ja bashkojnë asaj territorin, i ja mbrojnë kufirin, i ja mirëmbajnë dhe zhvillojnë resurset dhe ja japin të drejtën e vendimmarrjes qytetare. Këto 40 pika të Republikës së Kosovës i faktorizojnë shqiptarët, sepse e parafrojnë Kosovën me Shqipërinë, e nxisin bashkëpunimin në funksion të faktorizimit shqiptarëve, përmirësimit të jetës së shqiptarëve në përgjithësi dhe në funksion të paqes në rajon. Nuk mund të zhvillohet ekonomia me politika ad hoc të aty për atyshme që bëhen për interesat momentit dhe për interesat partikulare të njerëzve të caktuar. Deri sot, vetëm vendime ekonomike që i kemi parë nga qeveritë e ndryshme në Republikën e Kosovës kanë qenë edhe pa plan, edhe pa menduara, edhe më shumë dëmshme se sa dobishme për Republikën e Kosovës. Prandaj, lëvizja dhe vendosje, zhvillimin ekonomik e sheh plotësisht ndryshe. E sheh me një vizion, e sheh me angazhim aktiv të institucioneve publike dhe e sheh me mobilizim po aq aktiv të të gjitha resurseve që Republika e Kosovës i ka për të vendosur ato në funksion zhvillimit ekonomik. Resurset minerale, resurset natyrore, resurset financiare, resurset kadrovike, gjitha këto vendosen në funksion të zhvillimit ekonomik. Dhe ky është modeli dhe reforma më rëndësishme institucionale të cilën do ta bëjë lëvizja dhe vendosje në krye me Albin Kurtin si kryeministër. Reforma institucionale që i themelon fondin sovran, që e themelon agjencinë për zhvillim, përmes cilat financohet industria, përmes cilave investohen dhe rriten resurset tona strategjike dhe përmes cilës koordinohet e bashkërendohet puna e institucioneve veçanta në funksion të zhvillimit ekonomik. Deri sot, në qeveritë e deri tashme, kemi parë një anarki në qeverisje, ku secili ministër është sjellë sikur zoti merr, ku vendimet kanë qenë të shkoordinuara njëra me tjetrën. Me lëvizjen dhe vendosje do të ketë organizim shtetëror, sepse pa organizim shtetëror e pa organizim shoqëror nuk mund të kemi as zhvillim e nuk mund të kemi as republikë të fuqishme. Por fondi zhvillimor, përveç se u siguron ndërmarrësve dhe industrive e sektorëve strategjik qasjen e financa, që u heq në këtë drejtim varësi nga kamatat e larta në banka, ky fond edhe e zhvillon industrinë dhe veçanërisht u krijon mundësi në gatës sonë që të marrin pjesë në zhvillimin ekonomik të vendit, duke mos u detyruar që këtë ta bëjnë me investime të drejtë për drejtë. Po në gata e Kosovës, parat që i kanë kursyer në përbankat e tyre, mund të investojnë Kosovë përmes fondit në mënyrë indirekte dhe kështu edhe ta ndihmojnë ekonominë e vendit dhe ta mbajnë sigurinë e financave të tyre. Por ky fond i përmbledh dhe krijon mekanizma përmes cilave resurset financiare që i ka Kosova
ato që mund të mobilizoj, ti vendosë, ti kanalizoj në sektor strategjik të zhvillimit të industrisë, krijimit të vendeve të punës dhe përmirësimit të disbalancit tregtar që ne kemi deri tash. E dyta, Kosova dhe Shqipëria kanë një komplementaritet të jashtëzakonshëm në prodhimin e energjisë elektrike. Termopotenciali elektrik që e kemi në Kosovë dhe hidropotenciali elektrik që e kemi në Shqipëri, po të bashkëvendohej dhe po të bashkohej, do të krijonte siguri energjetike jo vetëm për shqiptarët në rajon, po për gjithë rajonin. Dhe një bashkim i tillë deri sot është penguar edhe nga politikat vendore, po veçanërisht nga ndërhyrjet e Serbisë në sistemin energjetik të Kosovës. Me lëvizje dhe vendosje, kjo do të përfundojë. Me lëvizje dhe vendosje, sistemi energjetik i Republikës Kosovës do të pavarësohet plotësisht nga Serbia dhe do të bashkohet me atë të Shqipërisë. Kosova ka një mas, një fond goxha të madh të tokave bujqësore dhe ka një potencial jashtëzakonisht madh të zhvillimit bujqësisë. Por këto toka bujqësore në shumicën e rasteve nuk punohen sepse në radhë parë bujqësit shpesh herë nuk kanë lëvizje ta punojnë tokën për shkak të politikave fiskale tregtare jashtëzakonisht të dëmshme kafshë këtyre. Por edhe më shpesh nuk i kanë as infrastrukturën për ta punuar tokën. Me lëvizje dhe vendosje ujitja, qasja në ujitja për tokat bujqësore të Kosovës do të përmirësohet dukshëm. Ne do ta mbështesim bujqësinë dhe kemi një plan të detajuar për këtë sektor kaq të rëndësishëm ekonomik të Kosovës. Por pa e dërguar ujin në tokat e fermerëve tonë, ky plan duhet të përmbushet. Prandaj, një nga prioritetet bazë të qeverisë tonë është investimi në sistemin e ujitjes e veçanërisht në revitalizimin e plot të sistemit të ujitjes i Bardekans. Po ashtu, përmirësimin e qytetarëve, shëndetin publik, është shumë i rëndësishëm që të kemi furnizim të rregullt me ujë të pishëm për të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës. Ne do ta krijojmë një plan për furnizim me ujë të pishëm në qytete dhe për trajtimin e ujrave të zeza, rrjetet e kanalizimit në të gjitha fshatrat e Kosovës që i kanë mbi 200 shtëpi. Dhe tash ta mund të thonë që kjo nuk është e realizueshme, ashtu thoshin edhe për Prishtinën, po Prishtina tash ka 24 orë ujë në ditë. Kështu që çka ka realizueshme dhe lëvizja e vendosje e ka dëshmuar që e ka edhe mundësinë, edhe dijen, edhe guximin ta bëjë gjë të tillë. Ne do të rrisim subvencionet dhe grantet në bujqësi dhe do të sigurojmë plotësisht prodhimin bujqësor. Për çdo vit, investimet në bujqësi do të ndahen në 65% subvencione dhe 35% grante, në mënyrë të drejtë e të studiuar, mbështetur edhe nga Federata Sindikale e Bujqëve, e cila është e pranishme edhe këtë radhë në listën tonë zgjedhore. Kjo do të paraprihet nga rritja e buxhetit për të. Ne do të japim përparësi të veçantë mbështetjes së grave fermere, duke e sankcionuar përparësinë e tyre për përfitimin e kësaj mbështetje. Ne synojmë që të arrisim deri në 240 milion buxhetin për bujqësinë dhe zhvillimin e prodhimit vendor. Përveç se qasin financa, prodhimet vendore e kanë edhe një problem të vazhdueshëm që prej se Kosova frymon e lirë dhe që prej se Kosova jeton pavarur. Dhe kjo është qasja në tregje. Prodhimet vendore nuk mund të gjejnë tregje brenda Kosovës. Dhe duke mos gjetur tregje brenda Kosovës, ato nuk kanë nevojë të prodhohen. Një fazë e shkurt, diku 5 javë e bllokimit të madrave nga Serbia në Kosovë, ka rezultuar me një zhvillim të jashtëzakonshëm dhe të hapshëm të prodhimit vendor. Pra atëherë në vitin 2011 u dëshmua që qasja në tregje është e domosdoshme dhe e rrit shumë prodhimin vendor, dhe duke e rritur prodhimin vendor, e rrit edhe nevojën për punësim. Dhe kjo asë dhe kësaj dite prodhimeve vendore nuk u sigurohet. Prandaj, lëvizja e vendosje me kalimin e ligjit për mbrojtjen e prodhimeve vendore do të sigurojë prodhimin vendore qasje në treg. Jo vetëm në tregun e Kosovës, por veçanërisht në mallat të cilat konsumohen nga institucionet e Kosovës. Me lëvizjen e vendosje
dhe Albin Kurti, kryeministri i Republikës Kosovës, asnjë institucion vendor nuk do të konsumojnë mallra të vlera jashtë nëse kemi mallra të tilla që prodhohen brenda në industrinë tonë. Dhe për ekonominë masa më e rëndësishme që aktualisht e kemi ndodhur si shtet është